Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16. Përshëndetje. Belinda Balluku reagoi ndaj akuzave të ngritura ndaj saj duke deklaruar se çdo çështje juridike duhet të trajtohet nga drejtësia dhe jo në media apo në gjyqe publike. Balluku tha se i beson drejtësisë së re dhe se nuk do të komentojë hetimet. As nuk e kam penguar drejtësinë dhe as nuk do ta pengoj kur drejtësinë tek e cila unë besoj dhe të cilën e kam mbështetur si pjesë integrale e një Shqipërie europiane. Më vjen keq që situata ime personale ka krijuar vonesa në proceset jetësore që Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë duhet performoj. Më vjen keq që kam ngarkuar qeverinë shqiptare në këto muaj me një peshë që nuk e meriton, për shkak të gjithë rezultateve që kjo qeveri ka sjellë në këto 12 vite. Balluku mohoi akuzat për pasuri të fshehura duke theksuar se nuk ka apartamente, jahte apo limuzina dhe se pretendimet të tilla janë pjesë e një gjyqi publik ndaj saj. Mendoj se ju do ta kapërceni të gjithë këtë situatë, duke më lënë mua që të vazhdoj rrugtimin tim, patjetër politik, por edhe personal, për të ndjerë një të drejtë dhe një të vërtet në dritë. Komentet e Ballukut u bën gjatë dorëzimit të stafetës te Ministri i Ri i Infrastrukturës dhe Energjisë, Enea Karakaçi. Spaku përfundoi hetimet për ish-zëvendës kryeministrin Arben Ahmetaj, i cili prej 3 vitesh ndodhet në kërkim ndërkombëtar. Mësohet se aktet e mbylljes së hetimeve ju komunikuan avokatit të tij. Ahmetaj pritet të përballet në gjykatën e posaçme me akuza për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje pasurie në lidhje me çështjen e inceneratorëve. Në të njëjtën dosje janë përfshirë edhe disa persona të tjerë. Hetimet lidhen edhe me investime të dyshuara në pasuri të paluajtshme. Top Albania Radio. Ministrat e rinj u betuan sot para presidentit të Republikës Bajram Begaj, Albana Koçiu si zëvendës kryeministre, Ferit Hoxha si kryediplomat, Ermal Nasufi te mbrojtja, Ton Gogu te drejtësia. Enea Karakaçi në vend të Belinda Ballukut, Besfort Lemallari si ministër i brendshëm, Eriona Ismaili si ministre për marrëdhëniet me parlamentin. Ndjesa e Taulant Ballës nuk i ka mjaftuar deputetes demokrate Albana Vokshi. Në Komisionin për Evropën dhe Punët e Jashtme kritikoi mënyrën se si kryetari i kuvendit menaxhoi situatën dhe foli për gjuhë seksiste në parlament. Po tentojnë të godasin gratë deputete të opozitës. Këdo që flet, këdo që parashtron çështje, këdo që ngren zërin. Nuk jam dje rrefyer nga ajo që u tha dje nga kryetari i grupit tuaj parlamentar, sepse njerëz me veprime si të tij e turpërojnë parlamentin. Por jam dje e lënduar për mënyrën se si kryetari i kuvendit e menaxhoi situatën dhe me mos distancimin të paktën të grave deputete të Partisë Socialiste për atë që u tha në foltoren e kuvendit. Partia Demokratike kërkoi që Taulant Balla të përjashtohet me 60 ditë nga seancat e kuvendit, duke akuzuar se ka fyer deputeten demokrate Albana Vokshi. Kryetari Sali Berisha. Për sa i përket gjuhës ti është gjuha që i shkon aty, që nuk ka asnjë normë morale, penë i krimit. Ne kemi të dhëna dhe do hetojmë se ajo çka tha Taulant Balla është bërë në përputhje me porosinë e Edi Rams, i cili në urrëtin e një të smuri të një paranojaku fajson Albana Vokshin për ndërshkimet që po vinë njëra pas tjetër nga komuniteti ndërkombëtar. Autori i vërtet i asaj rrugaçërie parlamentare është Edi Rama. Berisha komentoi dhe betimin e ministrave. Riformatimi i qeverisë të klonuar nga Lubi Balluku shënon krimin permanent në vazhdim, më shumë se kur. Bajrami i presidencës u bë haram i presidencës, me firmat që vendosi, me mungesën totale të guximit për t'i hedhur poshtë propozimet. Lajme nga rajoni. Kosova shkon në zgjedhje të jashtëzakonshme. Presidenti Osmani shpërndau kuvendin pasi dje deputetët nuk arritën të zgjedhin presidentin. Procesi në parlament dështoi për shkak të mungesës së kuorumit. Është fatkeqësi e madhe për këtë shtet që ata nuk zgjodhen interesin e Republikës së Kosovës. Prandaj sot në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, kam nxjerrë dekretin për shpërndarje të kuvendit dhe nëpërmjet këtij dekreti po kryej detyrimin kushtetues, i cili është i përcaktuar qartë. Mbrëm përpjekjet për zgjedhjen e një presidenti të ri dështuan. Ky dështim nuk ishte as rastësor, as i pamenduar, por përkundrazi
shumë mirë i kalkuluar dhe i ideuar, për fat të keq. Osmani shtoi. Dhe asnjë kërkesë për masë të përkohshme në gjykatën kushtetuese nuk e pezullon automatikisht rrjedhjen e afatit kushtetues. Vetëm një vendim i gjykatës do të mund ta bënte një gjë të tillë. Dhe një vendim i gjykatës nuk ekziston deri në këto momente. Osmani nisi konsultimet për datën e zgjedhjeve me një takim me partitë opozitare. Vjen në ditën e fundit kur Kosova duhej të niste procedurat për zgjedhjen e presidentit të ri sipas afatit kushtetues, procesi dështoi në kuvend. Seanca parlamentare u ndërprer në mungesë të kuorumit, pasi mungoi opozita. Për të zgjedhur presidentin nevojitet prania e të paktën 80 deputetëve në sallë. Në garë ishin Gleu Konjufsa dhe Fatmire Kolçaku Mullhaxha, të dy nga partia në pushtet, lëvizja vetvendosje. Për shkak të këtyre zhvillimeve rreth mesnate, kryeparlamentarja Albulena Haxhiu i kërkoi gjykatës kushtetuese t'i pezullojë afatet kushtetuese përkohësisht për zgjedhjen e presidentit të ri. Në këto çaste pritet një konferencë e Albin Kurtit. Lajme nga bota. Presidenti Trump ju bëri thirrje anëtarëve të ushtrisë e policisë iraniane si dhe Gardës Revolucionare Islamike të Iranit të ulin poshtë armët, duke u premtuar imunitet të plot nëse braktisin drejtimin klerikal të shtetit. Trump ju kërkoi forcave të sigurisë të rreshtohen me popullin iranian dhe të ndihmojnë në rrëzimin e qeverisë. Savine rriten shqetësimet se lufta e Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit ndaj Iranit po përhapet në të gjithë lindjen e mesme dhe nuk po prek vetëm aleatët arab të Washingtonit, por edhe vendet e tjera që nuk janë pjesë e gjirit, si Azerbajxhani, Turqia, Qipro e madje Sri Lanka, rreth 3900 kilometra larg. Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme u bën thirrje të gjithë shtetasve shqiptar të shmangin udhëtimet në rajonin e lindjes së mesme deri në një njoftim të dytë. Sipas këtij dikasteri, situata në rajon mbetet e paparashikueshme dhe e paqëndrueshme. Tirana zyrtare thotë se po ndjek me vëmendje zhvillimet e do të vijojë të informojë publikun për çdo ndryshim në situatë. Sport. Formula 1 nisi zyrtarisht sezonin 2026 në pistën ikonike të Albert Park në Melbourne. Për çmimin e madh të Australisë, provat zyrtare zhvillohen nesër në mëngjes, ndërkaq që gara do të startojë në orën 5 të datës 8 mars, pra pas 2 ditësh, e transmetohet drejt për drejt në digital. Parashikimi i motit. Sot vendi ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, moti vijoni kthjellët në të gjithë territorin në pjesën më të madhe të ditës, si dhe me vranësira të pakta kalimtare në jug. Temperaturat arrin deri në 22 gradë Celsius.